Ajo është një vajzë e re, e rritur në zemër të Kamzës me shumë energji dhe dëshirë për të sjellë ndryshimin në politikë. Kam kënaqësinë t'ju prezantoj Valbona Nika, kandidate e PSD-s në Tiranë. Mirë se erdhe, është kënaqësi. Faleminderit Elizabeta për ftesën, kënaqësia imja. 28 vjeçe, i ke mbushur pak ditë më parë. Lindur në qytetin e Pukës dhe rritur në Kamës. Si ka qenë ky rrugtim 28 vjeçar për ty, që nuk është shumë i gjatë, po edhe jo aq i vogël? Me vështirësitë e veta. Mendoj që në momentin që ke ëndra dhe ke dëshirë për të punuar, asgjë nuk është e paarritshme. Si është të rritesh në Kamës? Është aq kaotike sa ç'duket Kamza nga jashtë, apo është përshtypja ime që kam krijuar se është bashki shumë e madhe në fakt, por duket kaotike? Duke qenë se është bashki shumë e madhe, duke qenë se pothuajse aty është zona ku janë të pozicionuar më shumë verior të gjithë veriu. Më shumë të themi është ajo besytnia që ka ngelur më përpara, po jo, nuk është aq kaotike. Nuk është aq kaotike. Ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar së fundmi? Absolutisht. Ke studiuar për filozofi në mos gaboj? Po, kam studiuar filozofi sociologji tek Universiteti i Shkencave Sociale. Në Tiranë? Po. Si ka qenë kjo eksperiencë e shkollës për ty? Pse filozofi për shembull? Se duket që kur hyn në rrugën e filozofisë. Në fakt, kam qenë gjithmonë e prirur tek lëndët e shkencave sociale dhe mendoj që niset edhe nga fakti duke qenë se unë jam një njerëz shumë human dhe kam patur shumë dëshirë gjithmonë të jem pranë njerëzve, ndoshta dhe prandaj jam këtu. E ke aplikuar profesionin tënd në terren? Në fakt, unë jam punonjës administratës, që në momentin që kam mbaruar studimet, punoj në administratën shtetërore, kam 4 vite, pastaj kam kandiduar duke parë nevojën që ky vend kishte për ide të reja dhe inovative, kam kandiduar për Këshillin Bashkiak të Kamzës në vitin 2023. Po do të pyes, në administratë në çfarë pozicioni jepni kontributin tuaj? Punoj në protokoll, në një nga drejtoritë e Tiranës. Është aq e rehatshme sa ç'thon punën në administratë, se unë vdiqa për pak administratë për shembull. Për këto ditët e pushimit, për shembull, të festave, apo edhe në administratë punohet, se ka dhe një paragjykim për administratën. Jo, në administratë punohet më shumë se sa shikohet. Kështu që mendoj se administrata ka shumë vështirësi të vetat. Mendoj që nuk është aq e lehtë sa përshkruhet dhe sa shikohet nga jashtë. A marrin zgjidhje njerëzit nga administrata shqiptare, apo zvariten, siç edhe janë krijuar paragjykimet, perceptimet? Si punojës administratës, të them të drejtën, mendoj që ka shërbim. Okej, nuk është mjaftueshëm asnjëherë. Kemi dhe nevojën e përmirësime, përveç administratave dhe drejtorive që janë me flukse shumë të ndaja pune. Ti je motër e 4 vëllezërve. Po. Më të mëdhenj se ty. Po, më të mëdhenj. Si është ti një motër me 4 vëllezër më të mëdhenj? Mendoj që është shumë fat. Është fat? Është fat shumë i madh. Ndjehesh ti e lirë të bësh çfarë të duash? Absolutisht. Absolutisht, duke qenë se unë vi nga Puka, pa paragjykuar asnjë se do duket sikur po paragjykoj, unë në fakt du të them që kam patur fatin e madh për pjesën e vetme, duke qenë se ato kanë emigruar shumë herët dhe janë komplet me një mentalitet tjetër, jo me mentalitetin e veriorit, dhe nuk më kanë penguar në asnjë lloj gjëje, përkundrazi, kanë mbështetur çdo ndërtimin. Dhe tani që ke vendosur të hysh politikës, i ke mbështetje maksimale? Po, patjetër që po. Mos më thua që bëjmë fushat me të. Absolutisht që po, më shumë se unë. Ata të çojnë në takime që ke? Më shumë se unë, po. Po. A duhet i trembet dikush një motre me 4 vëllezër? Jo, absolutisht që jo. Të rinë larg ty për shembull? Jo, duke qenë se janë familjar të gjithë, edhe janë shumë pro që unë të jem e lirë dhe të vendos çfarëdo që është e mirë për mua. Po ata që të njohin, të rinë larg, shikoj se kjo është një motër që ka 4 vëllezër dhe duhet të keni kujdes. Jo. Okej, do të jemi të qetë në këtë anë. Ti ke jetuar deri në 4 vjeç në Puk. Po. Ndjehesh më shumë pukjane apo kamzalie, ta themi? Unë jam puro pukjane. Je puro pukjane. E kam genin e veriorit. Pra, pavarësisht se ti je rritur në Kamës, ti ke mbetur në, le të themi, ande nga kjo origjinë, nga kjo ardhur. Çfarë e identifikon një pukjane? Karakteri shumë i fortë. Karakteri shumë i fortë. Në jetë, në politikë dhe kudo që në të gjitha sferat. Dhe ti mendon që ky karakteri kaq i fortë do të ndihmojë edhe në politikë? Absolutisht që po. Politika do shumë karakter të fortë.
Politika, sidomos në Shqipëri, për femrën është shumë e vështirë, kështu që mendoj një karakter i fortë vetëm mund të çaj përpara. Pra, 28 vjeç dhe me një karakter të fortë mendon që je gati për të përballuar politikën ashtu siç të vjen, ashtu çfarë ajo sjell, se duhet ta kesh ndjekur për vite që nuk është aq e thjeshtë sa ç'duket. Në fakt, Elizabeta, unë kam kandiduar për Këshillin Bashkiak të Kamzës në vitin 2023. Ishte në pak e vështirë, po e mendoja unë ose duhet të sjell një ndryshim, ose po të rrim kështu, i bie që të ngelimi në vendumra. Për vetë faktin se zona ime është, të thash, është zonë verjore, ka shumë nevojë për mbështetje, ka shumë nevojë për një zë që i përfaqëson. Duke qenë se kandidova për Këshillin Bashkiak, arrita të fitoja mandatin fal votave të qytetarëve të Kamzës, sot shërbesin në kryetare këtij këshilli. Mendoj që pak a shumë e kam një eksperiencë. Si ka qenë kjo eksperiencë në Këshillin Bashkiak? Ka qenë një eksperiencë, ta quaj aq sa vështirë, aq dhe mirë, e bukur do ta quaja sepse të përmbush shpirtërisht. Në momentin që ti shërben, mendoj që je shumë i plotësuar shpirtërisht. Po pse e quan të vështirë? Është e vështirë sepse ndoshta nuk e kemi atë aksesin të ofrojmë çdo lloj gjëje që qytetarët kanë nevojë. Varet se ku ato kanë vështirësitë e veta të jetesës. Jo çdo gjë që ata kërkojnë ne mund ta ofrojmë. Dhe kjo ndoshta është ajo pak vështirësia që ne na stepën. Jo se nuk duam, thjesht kaq është aksesi. Po në ato përballjet e Këshillit Bashkiak, i ke ndjerë si të vështira, le të themi midis pozitës dhe opozitës në një Këshill Bashkiak, midis kolegëve, rivalëve? Dëgjoj, janë të vështira, absolutisht, sepse janë shumë vendime që duhet merren dhe duhet mendosh shumë gjatë sepse ne kemi bërë një betim. Para se të marrim mandatin, kemi bërë një betim. Dhe duhet bazohemi gjithmonë tek ai betim që kemi bërë. Kështu që duhet shërbejmë me rigorizitet për të gjithë, qytetarët njësoj. Edhe pse përplaseni me njëri tjetrin, ndoshta? Absolutisht. I ke marrë këtë kosto bikuriz? Po. Çfarë të ka mësuar kjo eksperiencë? Më ka mësuar që duhet të jemi më shumë në shërbim të qytetarëve. Duhet të jemi absolutisht shumë më afër tyre. Ndoshta ka qenë një fazë e shkurtër 2 vjeçare që unë nuk kam mundur dot t'i takoj gjithë dhe t'ju shërbej të gjithëve, dhe prandaj vendosa ndoshta zërim do dëgjohet edhe më lart për të kandiduar për deputete. Po këtë do të pyesja në fakt, çfarë është ty një vajzë kaq të re me një eksperiencë, le ta themi 4 vjet nuk është një eksperiencë shumë e madhe në tregun e punës, që ti hyj me themel politikës, sepse kur them me themel është parlamenti, ai që ti synon. Çfarë të shtyn kaq shumë? Ndoshta e ke menduar që mund të prisje edhe pak, mund përfitoja nga eksperjenca jote në Këshillin Bashkiak më shumë, ndoshta të ishe më shumë gati, si ta quaj. Mendoj se ishte pikërisht koha e duhur për të kandiduar, duke qenë se rinia ka nevojë për një përfaqësim. Unë dua të përfaqësoj rinin, unë dua të përfaqësoj të gjithë shtresën e popullsisë ku unë jam rritur. Unë jam rritur mes tyre dhe jetoj mes tyre. Nuk është se unë jam larguar nga ata dhe as nuk do largohem. Edhe po të marrë mandatin, absolutisht unë do jetoj mes tyre. Se zakonisht, kur marrin mandatin, largohen, jetojnë diku tjetër, nuk përfaqësojnë atë ku kandidojnë. Mendoj që shtysa për të bërë më shumë për vendin ku unë jetoj, më ka shtyrë që të jem këtu. Si ke zgjedhur apo të ka zgjedhur Partia Social-Demokrate? Sepse aty kam gjetur veten. Mendoj që Partia Social-Demokrate përfaqëson burrërinë me pak fjalë, fjalën, besën dhe karakterin shumë të fortë. Dhe është gjithmonë shërbim të njerëzve. Gjithmonë. Ti si e sheh? A e sheh të qenë deputet si një pozicion komod, me një pagë të mirë, që nuk të duhet të bësh aq shumë, që t'jep pushtet, që t'jep, le të themi, mundësi për të bërë shumë gjëra, apo e sheh si një pozicion shërbëtori në funksion të njerëzve, të atyre që të votojnë dhe që të besojnë që t'japin votën, pra? Unë nuk e shikoj as pak si një pozicion që t'je privilegj. Dhe nuk do t'a shikoj mendoj as një kandidat. Është një pozicion që ti je në shërbim. Deputet do të thotë të jesh në shërbim të komunitetit. Dhe jo një privilegj për të zënë një karrika aty dhe për të marrë një pak mirë apo për favore të tjera. Absolutisht jo. Unë nuk jam për këtë. Unë punoj, jam punojës administratës, që kur kam mbaruar studimet jam një punojës administratës. Punoj dhe në Këshillin Bashkiak, nuk është as pak fare për favore apo për thjesht për të zënë një karrike. Mendoj që duhet të shërbesh. Pra çko sa ne jetojmë, pra çko sa kemi vendosur të jetojmë këtu, duhet të shërbejmë. Mendoj që do jetë e vështirë sepse fillimisht deputetët e nisin me vrull, le ta themi, për të shërbyer popullit. Problemi është që kur ato telefonatat bëhen aq të shpeshta,
1 herë, 2 herë, 3 herë, çdo ditë, dhe e kupton që mundësitë tua janë të kufizuara, vjen një moment që të rriqesh. Si do t'ja dalësh ti kësaj sfide për të qenë gjithmonë aty ku të duan? Unë do jem aty gjithmonë duke i dëgjuar. Edhe nëse nuk do ke mundësi për të ofruar gjithçka çfarë ato kërkojnë, pavarësisht se unë do bëj të pamundret, e rëndësishme është unë do i dëgjoj. Duhet i dëgjoj deri në fund, sepse ky është misioni që kam zgjedhur. Gjatë rritjes, çfarë të ka ndikuar ty në rritjen tënde, në fëmijërinë, në shkollimin, në cilësinë e jetesës, diçka në qytetin e Bashkinë e Kamzës, që ti do doje ta ndryshoje, që mos e përjetonte sot brezi i ri që është në rritje, që të ka disavantazhuar, le ta themi, apo nuk të ka dhënë aq shumë mundësi sa që ti do doje për veten tënde? Mendoj që populli thjesht është më pak i përfaqësuar. Dhe kjo ka qenë në fakt arsyeja që unë kam zgjedhur të merrja hapin që në kandidimin për këshilltare, sepse shikoja që populli thjesht nuk ka akses askund. Dhe mendoja që unë do shkoj aty ku do gjej vendin tim, ku do më dëgjohet fjala dhe ku do merrin idetë e mia parasysh. Prandaj dhe vendosa që të kandidoj dhe për deputete, sepse zona ime është shumë pak e përfaqësuar. Është jashtëzakonisht shumë pak e përfaqësuar. Mendon se të rinjtë e sotëm, ku përfshin dhe ju, jeni pak më shumë idealistë që duhet për politikën tonë të trashëguar ndër vite që vetëm idealizmin nuk e ka pasur pjesë të saj? Në fakt, Elizabeta, mendoj që jemi lodhur me politikat e vjetura. Jemi lodhur me të njëjtat imazhe, me të njëjtat fytyra, me të njëjtat politikan. Jemi lodhur nga premtimet e tyre. Unë jam pjesë, po të theme, disa herë votuese në zgjedhjet e kaluara dhe asgjë nga ato premtime ne nuk i kemi parë në komunitet. Askush nuk ka qenë afër të rinjve, askush nuk ka qenë afër pensionistëve. Mendoj që ka shumë problematika në shoqëri që duhet zëri të rinjve t'i çojë në parlament. Po pse mendon që të rinjt janë më të mirë se sa ata që janë sot në politikë? Mendoj sepse është frymë e re. Ka ndryshuar kohët, kanë evoluar kohët dhe fryma e re sjell ndryshim më të madh. Me Partinë Socialdemokrate, mendon që do kesh votat edhe të majtëve dhe të djathtëve në Kamës? Patjetër që po. Partia Socialdemokrate është, le të themi, i përfaqëson të dyja partitë më dha, duket si një trik. Patjetër që po. Po. Votat e dy palëve. Cila kategori votuesësh sheh më shumë si mbështetje? Ata që janë në një moshë të caktuar, le të themi të madhe, apo të rinjt e Kamzës? Unë në fakt shikoj të rinjt edhe të moshuarit. Moshuarit sepse shikoj që pensionet e tyre nuk dalin për asgjë, pensionet e tyre nuk mbulojnë dot ilaçet, recetat e tyre. Dhe ne duke qenë se gjithmonë Partia Socialdemokrate është përmendur që është gjithmonë afër njerëzve të varfër, afër njerëzve të thjeshtë dhe afër nevojave të tyre, janë në mbështetje shumë të madhe. Sidomos për një të re, sidomos të lagjës tyre. A ju shohin ata si shpresë që do bëni atë ndryshimin e shumë pritur ndër vite dhe që do të rrisni ato pensionet që i kanë kërkuar me kaq ngulm dhe që s'po u rriten? Përveç se si shpresë do ta quaja, kanë edhe idenë për të dhënë një motivim. Pse jo? Pse mos ta provosh ti? Ne ju kemi dhënë votat e tjerëve dhe s'kanë bërë asgjë për ne. Më mirë ta japim ty, je bie jona. Je bie jona. Po. Me këtë lloj atmosfere je pritur kur troket në përdyert? Në fakt, unë jam aty për t'ju thënë që unë nuk ofroj gjërat më dha. Premtimet për mu janë shumë të rëndësishme dhe unë nuk bëj dot premtime. Unë bëj premtim vetëm se do jem afër tyre. Zgjedhjet pastaj janë rrugës, janë të gjitha. Duke qenë se është një komunitet më së shumti verior dhe në veri gjithmonë kanë udhëhequr burrat, le ta themi, dhe janë parë burrat si më me potencial për të udhëhequr në politikë. Si i shohin ata gratë dhe vajzat e sotme që janë futur politikës me një vullnet ndoshta më të madh se sa burrat? Në fakt më përgëzojnë, sepse nuk është e thjeshtë. Siç e the vetë, gratë veriore gjithmonë kanë qenë pak më të stepura, ka qenë ideja mashkullit që do të mbizotrojë në familje, por të thash kanë ndryshuar shumë kohët, emigracioni ka bërë punën e vet, se pothuajse të gjithë veriorët emigrojnë. Edhe mendoj që ka ndryshuar edhe më shikojnë si një vajzë që vërtet e meriton të jetë aty. Më kanë mbështetur me votën 2023 për Këshillin Bashkiak, kështu që absolutisht e di që do kemi më të mbështetjen e tyre. Pse duhet ta votojnë qytetarët e Kamzës Valbonën? Ai 2-3 arsye. E para është që unë do jem afër rinisë. Dhe kjo është kryesorja, do përfaqësoj rinin.